përcaktorët disa veti të përcaktorëve. Në qoftë se matrica ishte tabel me numra, përcaktorët janë numra dhe dallohet nga matrica. Matrica i ka klapa rrumbullake, ndërsa përcaktori ka klapa të drejta, ka vija të drejta. 1-4 është diagonalja kryesore, 2-3 është diagonalja sekondare, ose diagonalja e dytë. Këtu kemi përcaktorët e rendit dytë katror. Përcaktorët janë gjithmonë katror. Për t'i llogaritur përcaktorët e rendit dytë veprohet në këtë mënyrë. Shumëzohen elementët e diagonales kryesore dhe zbritet prodhimi i diagonales së dytë, 2/3. 4 minus 6 baras me minus 2. Po kështu, 4 herë 1 minus 3 herë 2. 4 plus 6 baras me 10. Minus 1 herë 0, 0. Minus 2 herë 0, 0 del 0. Pra këtu kur kemi një rest ose një shtyllë të barabartë me 0, përcaktori del 0. Shumëzojmë 2x minus 3x, 2 herë minus 3 minus 6x në katror, minus vete plus 3y në katror, 3y në katror. Matrica katrore me 3 reshta dhe 3 shtylla quhesh i rendit të tretë. Këtu kemi përcaktorin e një matrice të këtill, 3 reshta, 3 shtylla, por një shtyllë ne kemi të barabartë me 0. Për të llogaritur matricën e rendit të tretë, kemi disa mënyra. Një është e Sariusit, kjo që e zbërthejmë në minor, është një mënyrë trekëndësh. Po e zbërthejmë, kjo ka një shtyllë 0, duhet të dali 0. E zbërthejmë sipas shtyllës së parë. Elementi i parë që ka vendet 1, minus 1 është në fuqi të parë, të dytë jep 1, pra kjo e ka shenjën pozitive. 3 që shumëzon, minori kësaj hiqet reshti dhe shtylla është 0, 0, 2, 3, që është 0. Dyti këtu ka 2, 1, do me thënë minus 1 në fuqi tek jep minus 1. Minus 1, hiqet reshti shtylla, 0, 3, reshti 0, 0, 1, 3. Edhe kjo del 0 e pa më lartë. 4 vete në 3, 1, në fuqi çift, vete plus 4. Edhe kjo 0, 0, 1, 2. E gjithë kjo del 0. Ta përcaktorët e rendit dytë kanë një shtyllë 0, dalin 0. Dhe po ta llogarisim 0 herë 3, 0, 2 herë 0, 0. Pra, kur ka një shtyllë 0, del 0. Marrim përcaktorin tjetër. Mbani mend këtë gjë, i pari është me plus, i dyti i treshi me minus, i treti me plus. Diagonalja kryesore i ka të gjitha me plus. 1 që shumëzon, hiqet shtylla reshti, kemi 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Minus 3 tham, e dyta është me minus. 2, 3, 1, 3. Plus 2 që shumëzon, 2, 3, 1, 2. 2, 3, 1, 2. Baras. 1 herë 3, 3. Minus 2, 1. Minus 3 që shumëzon. 2 herë 3, 6. Minus 3, 3. Plus 2 që shumëzon. 2 herë 2, 4. Minus 3, 1. 1 minus 9 plus 2 baras me minus 6. Ky përcaktor deli barabart me minus 6. Kjo ishte mënyra e parë. Mënyra e dytë, veprojmë, marrim, vendosim 1, 3, 2, shtyllat 2,
1, 1, 3, 2, 3. Mbas kësaj dy shtyllat e tjera. 1, 3, 2, 2, 1, 1. Diagonalja kryesore është, shumëzojmë, po i marr t'i dhe një shenjë këtyre. Diagonalja kryesore 1 herë 1 herë 3, 2 herë 2 herë 2, 3 herë 3 herë 1. Pastaj marrim diagonalet e tjera. 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2. Në bazë të kësaj skeme, ne do bëjmë llogaritjet. 1 herë 1 herë 3 jep 3, plus mblidhen këto. 2 herë 2 herë 2, 8, plus 3 herë 3 herë 1, 9, minus 2 herë 3 herë 3, 18, plus 1 herë 2 herë 1, 2, plus 3 herë 1 herë 2, 6, e barabartë me 12 edhe 8, 20, minus 18, 20, 26, e barabartë me minus 6. Pra, mënyra e dytë përsëri na del minus 6. Po marrim këtë matricë, në fillim e zbërthejmë sipas shtyllës së parë, me që kemi dhe një 0 këtu na lehtësojnë veprimet. 1 që shumëzon. Heqim shtyllën dhe reshtin, kemi minus 2, minus 1, minus 2, 1. Minus 0 herë 1 përcaktor, kjo del 0, 2, minus 1, minus 2, 1, herë tjetër nuk do ta shkruajmë, plus 1 që shumëzon, plus 2, minus 1, minus 2, minus 1. Baras me minus 2, edhe kjo vete minus 2, minus 4, kjo tjetra 0, plus 1 që nuk e shkruajmë, minus 2, minus 2, minus 4, baras me minus 8. Këtë mund ta llogarisim tani dhe me mënyrën e dytë. Por nuk ka rëndësi shumë, me njërën mënyrë mjafton që ta llogarisni. Disa veti të përcaktorëve. Kemi përcaktorin D1, 1 minus 3, 2, 5. E llogarisim. 1, 5, 5, minus 6, 11. Pastaj, kemi ndërruar reshtat. Reshtin e parë kemi quar të dytë dhe të dytin e kemi quar të parë. Llogarisim. Minus 6, minus 5, minus 11. Kemi përcaktorin 4, 3, 2, 1. I kemi ndërruar vendet e shtyllave. 4 minus 6, minus 2. 6 minus 4, 2. Çfarë ndodh me përcaktorët kur ndrojmë vendet e reshtave ose të shtyllave? Çfarë në ndodhi ne këtu lart? Këtu ne na u ndrua shenja e përcaktorit. Pra, kur ndrojmë vendet një shtylle me një shtylle, një reshti me një resht, ndryshon shenja e përcaktorit. Do ta mbajmë këtë shënim dhe ta mbajmë mend. Kemi 1, 4, 2, 3. 3 minus 8 minus 5. Pastaj kemi marrë matricën e transpozuar të tij, 4 me 2-shin. 1, 3, 3. Prap del minus 5. Çdo përcaktor është i barabartë me të transpozuarin e tij. Kur ndryshojmë vendet, pra reshtat me shtyllat, shtyllat me reshtat, nuk ndryshon përcaktori.
Këtu kemi D1, 3, 6, minus 1, 2. Llogarisim. 3 herë 2, 6, plus 6, 12. 1 herë 2, 2, edhe 2, 4. Përcaktori D1 është me 3 fishin e përcaktorit D2. Këtu është shumëzuar me 3, një rresht, një shtyll e përcaktorit të dytit me 3. Kur shumëzohet me një numër, një shtyll ose një rresht, me po atë numër shumëzohet dhe përcaktori i tij. Kur një rresht ose shtyll shumëzohet me një numër, përcaktori shumëzohet me po atë numër. E anasjelltas, ne po të faktorizojmë një numër, për shembull kjo shtylla ka për treshin, edhe gjashta dhe treshi, e faktorizojmë treshin dhe del 1, 2, na del përcaktori i dytë. Një përcaktor që ka një shtyll 0 ose një rresht 0, ai është i barabartë me 0, 3 është 0, 0. Këta e thamë dhe me anë të shembujve. Kur një shtyll rresht është 0, atëherë përcaktori është i barabartë me 0. Në një përcaktor, dy shtylla rreshta i kanë elementët të përpjeshëm, atëherë përcaktori përsëri është 0. Nëse një shtyllë rreshti i shtojmë elementët të një shtylle tjetër të shumëzuar me të njëjtin numër, vlera e përcaktorit nuk ndryshon. Këtë do ta shfrytëzojmë dhe për llogaritjen në përcaktorëve, por do ta shfrytëzojmë shumë dhe në zgjidhjen e sistemeve me metodën e Gaussit.